Allahu Gjelle Ola përmen se në gjennet kur do t'him me lene Allahu Azza Jall dhe lusim Allahu Gjelle Gjellat në jap gjennetin e ti, kur t'him në gjennet do t'hin tek besimtarët dhe besimtarët do t'hin me lajken nga çdo derë, ti përgëzojmë për këshpëlim të madh. Edhe sara t'hin me lajken do t'japin selam në gjennet. Edhe selami do t'jap në emër të sabrit. Thot Allahu Gjelle Ola në Kur'an: وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Edhe me lajket do të finë të kata nga çdo derë, për t'i përgëzu për shpëtimin dhe kënaqësinë Allahut Azza Jall. Selamun alejkum, selamu alejkum. Përshëndetje muslimanëve, selamu alejkum, me lajket do t'i thonë xhenetlive, selamu alejkum bima sabertum. Paqja Allahut, shpëtimi Allahut është mbi juve, keni shpëtu bima sabertum, për shkak se keni bu sabër atë. Në shka i vetmi adhurim që do ta kujtojnë me lajket në xhennet ty, që në emër të tij kanë me të përshëndet dhe kanë me të përgëzu është sabri atë. Bima sabertum, fa ni'ma uqbad dar, sa shtëpi të bukur dhe të mirë ka qenë përfundimi juaj atë. Në s'ka thonë sa po selamu alejkum pse u falshit, selamu alejkum pse agjërajshit, ja e ka përmend shkakun vendimtar për këtë adhurime tjera, nga se s'keni pas mundësi me u fal, nëse s'keni pas sabër, s'keni pas mundësi me agjëru, nëse nuk keni sabër, nuk keni mundësi me qëndru të mbuluara në këtë kohë me vapën, nëse s'keni sabër, nuk keni mundësi të përballoni akuzave edhe cytjeve dhe intrigave të ndryshme, për të largu nga rruga Allahut Azza Jall, s'keni sabër e kështu me radhë. Andaj e kanë përkufizuar këtë aktivitet e besimtarit, këtë mund në këtë dunja që ka jap, me lagët e kanë përkufizuar çka? Në ato që ka qenë vendimtar se të në gjenet, bima sabertum, pse keni bu sabër atë. Gjithashtu, vlerë të të sabërt është, na bojmë lëllë e vepra në këtë dunjave. Pa mëndaj veprat mira. Mirë po, veprat e mira që na i bojmë këtë dunja, dallon një vepër për tjetërës. Madje e njëjta vepër dallon me zveti ditës kur e ke kryer. Për shembull, a është agjërimi i Ramazanit çdo herë i njëjtë sikur se e ka agjëruti? Ja. Nga një Ramazan ke pas shumë më të mirë, në Ramazan ke pas pak më dopt, disa ditë Ramazanit ke pas më të mira, disa ditë Ramazanit ke pas pak më dopta e kështu me radhë. Pastaj namazi, a falesh gjithmonë njëjtë? Jo. Disa namazi ndin shumë më bukur, shumë më mirë, shumë më afër Allahut Azza Jall. Disa namazi ndin pak më lekë, pak më dopt e kështu me radhë. Edhe për çdo vepër që ke bëu ti, e merë shpërblimin e veprës që e ke bo. Përveç për durimtarët ato. Ata që e meritojnë emrin sabërli, ata që e meritojnë emrin durimtar ose durimtare, për ta nuk vlen kë rregull. Ata do shpërblen në bazë të veprës më të mirë që e kanë bo. Do thot, namazin më të mirë që ke falë një jetë tone, më mirë që e ndi, më afër te Allahu që ke qenë, Allahu do të bën që krit namazet e tjera që ashtu me ti llogaritë jopën. Edhe pse tjerë s'kan kohë që ashtu thotë. Do tek Allahu Gjelle Ola për dërimtarët nuk ka notë mesatare, në kuptimin e sot shumë më. A ki pas sot matematikë keni notë lart, po gjeografi ki pak më të poshtë, histori ki pak më të mesme, kret i mbledhen edhe në fund rezultati është si pasojë e mbledhjes së këtë notave që ki, del nota mesatare. Po te Allahu Gjelle Ola nuk ka notë mesatare për dërimtarët atë. Tek Allahu Gjelle Ola, nota më e madhe që e ki marr, më e madhe notë që e ki marr, do të vlen për këtë nota tjera pse si ki çështë ato. Kjo është shumë vlerë e lartë. Kjo është shumë stimulim i fuqishëm që nxit besimtarin që të insiston të ngritet në shkallë e durimtarëve dhe të jetë nga durimtarët ato. Allahu Gjelle Ola në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Walanajziyanna alladhina amanu wa amilu وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا." Na kena me i shpërbly. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا. Na kena me i shpërbly ata që kanë bërë sabër. Ata që kanë qenë të durueshëm. Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kena me i shpërbly në bazë të veprës më të mirë që ata kanë punuar. Fjala e Allahut. Mirë, po kur e ka përmend Allahu Gjelle Ola këtë formë të shpërblimit, këtë ndite për këtë shpërblim, se ka cek ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, se këta janë lloj-llojshëm. Mirë, po i kanë martuar në emër të sabrit ata. Ata që kanë bërë sabër. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا.
na kena me i shpërbly gjithsesi ata që kanë bërë sabër në bazë të veprës më të mira. Do të nëse për shembull një vepër e ki e ka merrtu xhenetin Firdaus vallakia. Një vepër e ka merrtu xhenetin Aden, një vepër xhenetin tjetër, me ua, xhenetin ndryshme. Allahu xhalla wala kometi llogarit veprat të tuaja, thuse të gjithat, këtë namazet që i ke fal, këtë agjërime që i ka agjëru, këtë punë të mira që i ke bu, këtë sadakan që i ke dhënë, në shkallën e ibadetit më të lartë që ti e ke rit në jetën tonë. E kush pas Allahut duhet falenderohet për këtë arritje? Sabra. Nga se këtë e ka rit me sabër dhe me durim. Prandaj, kështu Kurani e trajton sabrin. Kështu Kurani flet për sabrin dhe për durimtarët dhe për sabërlit. Kështu Kurani flet për durimin dhe për durimtarët dhe kështu Allahu xhalla u ala i nderon robët e tij që janë të durueshëm. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون